Nëse e shihni këtë krijesë në shtëpinë tuaj, atëherë keni probleme me mykun. Mos u friksoni nëse hasni në kërmi të këtill në shtëpinë tuaj. Nuk janë të tmerrshëm dhe nuk janë të rrezikshëm, por janë të neveritshëm. Këta kërmi të mëdhenj, edhe pse duken të rrezikshëm dhe të tmerrshëm, në të vërtetë janë sikur çdo kërmill i zakonshëm. Emrin e kanë marrë sipas trekëndëshave të kuq të cilët rrethojnë vrimën e frymëmarrjes. Këta kërmi mund të rriten edhe deri në 15 cm, por gjithashtu mund të kenë ngjyra të ndryshme. Të ashtu quajturit brirë të kërmive nuk janë gjithherë të dukshëm, mirë po kur duken kanë formë të çuditshme. Derisa shumica e kërmive kryesisht han fletë të bimëve në kopsht, ky lloj është ndryshe dhe ha myk dhe alga. Shfaqja e këtyre kërmive në shtëpi zakonisht do të thotë që ka probleme me mykun në shtëpi. Shikoni sa interesante është kjo krijesë. Ky lloj kërmish mund të gjendet gjithandej. Në kopsht, male, si edhe në qytete, banesa, shtëpi. Shikoni madhësinë e tyre. Përfundimisht janë ndryshe nga kërmitë e zakonshëm.